Kampionati kombëtar i Superligës së futbollit për 21 vjeçarët ka luajtur javën e fundit, ku çblut e drejtuar nga Edmond Doçi pritën në shtëpi Tiranën U21. Ndeshja nisi mirë për Vllaznin, e cila si rezultat i presionit në portën kundërshtare i ka të gjitha mundësitë kaloj në avantazh, por penalltin e akurduar në minutën e 25 në favor të saj e shpërdoron Ernesta Grepi. Pjesa e parë mbyllet pa gola, por 6 minuta nga nisja e të dytës Tirana gjen golin e avantazhit me Tahirajn. Avantazhi që qëndron në fuqi vetëm 2 minuta pasi Agrepi barazon. Ndeshja është e hapur dhe janë miq nga Tirana që shënojnë golin e dytë këtë radhë me Tahirajn. Vllaznia nuk pajtohet me disavantazhin dhe pas disa ngulmimeve fiton një tjetër penallti, ekzekutimin e të cilës e merr përsipër Kubazi, duke barazuar shifrat. Me gjithë përpjekjet e dy skuadrave, koha shtesë nuk prodhon më gola, duke lënë në fuqi barazimin 2-2. Gjithmonë jam i kënaqur për ndeshjen sepse është nësi kur ti bën ndeshje dhe normalisht aktivizohen lojtarët. Aq më tepër si ne kam shprehur shumë herë që ekipi i 21 është për me pa lojtar dhe për me pa marrë minuta dhe lojtarët e ekipit të parë, aq më tepër sa të nuk ishin sepse normalisht ata janë gatshëm për final forin e finalen edhe normalisht që nuk kena pretenduar me i marrë këtë ndeshje. Por i shohim elementin e ri që vijnë te 21-shat edhe shohim edhe performancën e tyre. E që duhet me kuptuar ata vetë që janë ndeshje që ne bëjmë mendime për fundin e sezonit edhe për lojtarët që i munden me shkullë më tepër me shkullë edhe në ekipin e parë. Një barazim që Vllaznin e lë në vend të 4 në renditje me 40 pikë, po aq sa ka edhe Vora e vendit të 3, ndërkohë që Tirana mbetet në vendin e 7 të renditjes. Kreune kryeson Apolonia me 50 pikë, që është shpallur dhe kampione, ndërsa në vend të dytë Bylis me 49. Ekipi i 21-shave për këtë pjesë është dhe normalisht që kena po ato kena po performancat e lojtarëve dhe normalisht që ne bëjmë relacionin edhe shohim se cilë lojtarë janë për ekipin e parë. Edhe normalisht kjo është edhe vlerësimi i sportistëve, prandaj duhet me vlerësuar çdo ndeshje edhe sepse ato janë gjithkohë në vëzhgim derisa ta lajnë sportin. Unë jam shpreh edhe sportistëve që nëse ato doin me luajtë futboll dhe jeta e tyre është shumë e varur prej stërvites, prej ndeshjeve dhe normalisht do të lojnë shumë gjana mbrapa që çdo njeri ka qef mi i bë, por kur je sportist disa gjana ndalohen edhe kështu që duhet me kenë shumë përqendrim për më bë futbollista. Përpos renditjes, për trajnerin Doçi është e rëndësishme që disa lojtarë janë gati për të shkuar në ekipin e parë të Vllaznisë.